Dëshminë e ish-ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në qeverinë e parë të tij, ish kryeministri Berisha e sheh si të vërtet absolute. 2 javë më parë në gjykatën e posaçme Ylli Pango dëshmoi për procesin Partizani, ku i pandehur është Berisha me dhëndrin e tij dhe 3 persona të tjerë, duke thënë se ka zbatuar programin e Partisë Demokratike për çështjen e pronave. Ajo ka qenë mbajtje e fjalës, nuk ndaja fjalën nga veprat. Kisha premtuar privatizimin e objekteve të privatizueshme dhe kam proceduar me shpejtësi më të madhe. Qeveria e Partisë Demokratike ka privatizuar në një vit, sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, 104.000 objekte dhe sipërmarrje të vogla. Paralelisht, teksa Berishës i duhet të përmbushte detyrimin ligjor për të paraqitur në SPAK, këtë të hënë në gjykatë u paraqit edhe ish-ministri i Mbrojtjes Gazmend Doketa, të cilin kryedemokratia e inkurajoi të thotë gjithçka di për procesin e privatizimit të ish-klubit sportiv Partizani. Në dosjen hetimore flitet për një komunikim të tensionuar mes Oketës dhe generalit Vladimir Qyriazi. Ky i fundit thotë se është vënë në presion të firmoste urdhrin për privatizimin e kompleksit sportiv Partizani, përndryshe do të kishte një masë disiplinore. I pyetur nga media, ish-zyrtari përjashtoi mundësinë që kjo të ndodhte. Unë nuk shquam për acarim bisede apo për tone agresive. Ajo që ditë them unë që jo vetëm me zotin Qyriazi, por me cilin do, komunikimi ka qenë gjithmonë brenda kuadrit ligjor. Po pse për rastet e tjera që ka në zyrën e ministrit nuk ka bërë memo zoti Qyriazi, apo dhe ushtarakët e tjerë? Pse për këtë rast pas ka një praktik veçantë dhe matet temperatura apo intensiteti i zërit të ministrit? Nuk më duket qëndrimi i një generali. Ish-kryeministri po gjykohet për korrupsion. SPAK në përpilimin e aktakuzës pretendon se Berisha e vendosi aparatin shtetëror në funksion të privatizimit të ish-klubit sportiv Partizani, që përfitues fundor të rezultonte dhënri i bashkëpandehur në proces, Jamar Maltezi.